sa kompani shqiptare dhe të cilit profil më shumë ti intereson? 14 ishte numri total i kompanive, nga cilat 12 ishin në sektorit ushqimor dhe vetëm 2 të sektorit të shërbimeve. Në sektorin ushqimor besoj përfshihet Mjalti, për shembull siç ishte kompania Moral. Mjalti ishin 2 kompani me mjalt, një kompani ishte me çajra dhe me erza, cila dhe ajo vjen që nga 2014 për çdo edicion, duke çuar bimët më të mira shqiptare, që është ATC Naturali. Ishte një kompani për herë të parë me vajrat esenciale dhe kishte një sukses të jashtëzakonshëm. Vajrat esenciale nga bimët tona, Kina i përdor shumë vajrat esencial, por kanë bimësinë e tyre. Sigurisht, dhe ne kemi bimësinë tonë. Ne kemi bimësinë tonë me veçoritë të tyre dhe kishte një interes shumë të mirë. Po sigurisht se një konsumator që është mësuar të përdori vajrat esencial nuk është aq fanatik sa të përdori vetëm të vetat, po është interesuar edhe për produkte të tjera. Madje shumë e hapur. Pastaj kishim 4 kompani nga vaj ullirit, kompani të mira, spektakolare, domethënë. E rëndësishme është që të gjitha kompanitë që kanë shkuar në Kinë kanë dërguar ato thesare shqiptare, domethënë, më cilësitë më të mira. Kishim 2 kompani të cilat bën tip turshishës, po më vjen domethënë ushqim. Po prodhimet, sigurisht edhe ato janë të konservuara. Të konservuara, s'po më vjen fjala, ndjes, dhe një kompani të turizëm